Detajet e reja kanë dalë në dritë nga arrestimi i ish ushtarakut Altin Selami, i cili përfundoi në prangat e policisë 2 ditë më parë. Ish ushtaraku ishte mbajtur prej disa javësh në vëzhgim nga policia, ndërkohë që përdorte një taksi prej kosh në mënyrë që të kamuflojë për të furnizuar me armë grupet kriminale. Altin Selami prej kosh zgjodhi që mësimet e fituara në radhët e ushtrisë t'i ushtronte në shërbim të krimit. Në dëshminë e tij, Selami ka deklaruar se armët ishin të tija dhe i ka pranuar akuzat e ngritura nga policia, donse nuk ka dhënë detaje të mëtejshme. Burime nga policia bëjnë me dije se armët u shiteshin grupeve kriminale në Fresk dhe Kamoz dhe nuk ishte hera e parë që bëhej një rrugë e tillë. Policia kishte dokumentuar disa raste të tilla, të paktën 10. Gjithashtu bëhet me dije se një pjesë e pistoletave vinin nga Kosova dhe ishin armë që modifikoheshin në banesë, në mënyrë që të përdoreshin vetëm një herë dhe pastaj të shkriheshin ose të hidheshin. Kjo ishte një metodë që Selami e përdorte në mënyrë që grupet kriminale t'i blinin përsëri armët tek ai, pasi kjo lloj arme ishte e vështirë të gjurmohej. Altin Selami nuk ishte një emër i panjohur për policinë, pasi pas një aksioni të policisë në vitin 2022, 15 persona ranë në prangat e policisë së Durrësit, një grup kriminal që merrej me vrasje me pagesë.